Një krijesë misterioze po rrëmben fëmijët, panik në burel. Disa foto shumë të çuditshme kanë qarkulluar masivisht në rrjetet sociale ditët e fundit, ku pretendohet se disa fëmijë janë rrëmbyer në burel. Kjo shkaktoi panik në polici, e cila monitoroi qytetin ditën dhe natën me dron për të kapur personin ose këtë krijesë misterioze. Për këtë policia ka reaguar zyrtarisht duke treguar se janë akuza të rreme dhe se nuk ka asnjë denoncim për rrëmbim fëmijësh. Një reagim i policisë thuhet: nisur nga këto, drejtoria vendore e policisë Dibër dhe policia lokale e Burelit shprehin keqardhje për këto disinformacione dashakeqe, duke përhapur panik tek qytetarët. Këto informacione të pavërteta dhe tërësisht dashakeqe me prapavi të errët kanë për qëllim të nxjnë punën e policisë dhe të sfumojnë sadopak rezultatet që policia e shtetit po arrin në luftë ndaj krimit të organizuar dhe krimit në tërësi. Theksojmë se në qytetin e Burelit dhe rrethin e Matit prej një viti nuk është shënuar asnjë vrasje apo ngjarje rënd kriminale. Janë ulur ndjeshëm rastet e vjedhjes kundër pronës, si dhe nuk është konstatuar asnjë rast i kultivimit të bimëve narkotike. Të gjitha këto tregojnë angazhim dhe seriozitet të strukturave të policisë, si dhe bashkëpunim mjaft të mirë me komunitetin.